Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësi të kunit në Allah subhanahu të elus dhe ati për gjumë që të lafdari dhe të pekoj të rëgojnë e ti, Muhammedi sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përzgjellë. Jo vetëm temën e davetit, po edhe në temat e tjera, për shumë të ilmit ose në temat e përkushtimit fetar, shpesh njerëzit metodat që përmenen për mi praktiku, ose praktikat që përmenen për mi jetësu, shpesh kanë disponim për mi pasi ekskluzive të dikujt. Për shembull, mundet i shkon mirë që kjo më bë, edhe i thot po, kush i ka rënët për çket, elhamdulillah mundet me bë. Edhe vetë përjashtu me vetën që sina kandidat ose s'kena asnjë hisën çfarë vepre, çfarë praktike, çfarë metode kështu më radh. Për me thjeshu, për shembull, para se më intem, për shembull, tazo mundesh me nguni ders për namazin me xhamat. Edhe na shta për shembull thu, ja vlen, elhamdulillah, shpëlimet të mëdha kështu më radh. Me po thu shembull, kjo është vetëm për dikën i cili fjala bie është vetë punëdhënës, ose kur do të dalë pi punë, kur do hym punë, është e qartë, po nuk vlen për një dikë tjetër. Po ndoshta, për shembull, mundesh me sfidu veten në ditët kur ke mundësi për shembull me realizuar çfarë tillë, me pa ekip për iman, nuk e ke për iman. Unë mendoj që edhe të tema e sodit që kena marrë inshallah është tek sa natyrë. Domethënë, kam të tingëlluar sikur o temë çetër kujt. Ama po duk me këmbgul me bathire që kretin aty këtë temë. Kretin aty këtë temë, normal nuk mund më konkret me një të hise. Ama mund më konkret. Domethënë bëhet fjalë për, domethënë, bujarin ndavet. Bujarin ndavet, ose dorëdhënien ndavet, ose kontributin në davet, ose përpjekjen nëpërmjet dhuratave, nëpërmjet domethënë kontributeve financiare kështu me radhë që bëhen domethënë në davet. Saktësisht do të më pasni diçka në konsiderat. Janë disa gjeste, janë disa praktika. Para se mi kallëzu krijesës kushje, është mirë mi kallëzu Allahut kushje. Para se mi kallëzu krijesës kushje, është mirë mi kallëzu Allahut subhanahu wa taala. Për shembull ti na shton ndonjëherë jep. Për mi kallëzu dostit tan ose kushërinit tan ose tafën tan se e ka domethënë të afërm shumë bujar. Ama para se me menu që njerëzit kanë me pa te ti bujarin, ni ta shohë Allahu se ti je zemërxhan. Që Allahu pastaj zemërxhanin me trajtu me bujari. A është e qartë? Domethënë para se me pa krijesa kushje, me pas njëri domethënë konsiderat apo e shah Allahu kushjena. Se shpesh na kena çaf mi kallëzu Allahut se do ta kisha bën çështo po ti shikon punë çështo. Ka njerë me diçka të vogël ti kallëzon Allahut se e ki punë. Diçka mund të mund shumë thjesht, mirë po domethënë i kallëzon Allahu subhanahu wa taala. Ani diçka tjetër edhe pastaj po him. Domethënë emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa taala kanë shumë dobi pse mësohem, pse i meditojmë, pse i besojmë kështu radh. Një arsye pse besohen edhe reflektohen edhe meditohen emrat dhe cilësitë të Allahut është që me reflektu në ato vlera të cilësive dhe emrave. Domthonë kur e kupton se Allahu është bujar, apo ti motivohesh më kon bujar. Kur e kupton që Allahu domethënë jep më shumë se sa njerëzit e prisin, apo ti reflekton çysh ndoshta dikun do të shmëllon më shumë se sa dikush ka marrë në ty. Apo në një prej dobive të emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala është robi me reflektu me vlera dhe domethëniet e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Pra sy njerëzit që janë bujar di mu bë davetxhi të mëdhaj. Edhe davetxhi të mëdhaj kur janë bujar, domethënë bllokohen kot. Bujaria është shumë e anshme, inshallah kemë trajtu. Domethënë kanë thënë dietor, bujaria lidhet me sigurinë tënde me Allah. Bujaria lidhet me sigurinë tënde me Allah. A ka argument për këtë? Thot Allah subhanahu, thot fa amma man a'ta wattaqa. Kush jep edhe i devotshëm. Në momentin kush jep edhe është i devotshëm. Kjo vepër, apo? Edhe për kushtimi o vepër. Mas sa i vend thot wasaddaqa bil husna. Edhe i ka besu më të mirë, domthonë ka pas akiden e mirë. E ka pas akiden e mirë. Domthonë po përmendet akidja mas veprës, se ky jep se i sigurt në Allah. Ky o bujar se është i sigurt në atë çka ndort Allahut. Ky e di se kur e jep për Allahun, Allahu vesh e shton. Apo? Edhe ti tregosh bujar, Allah ka më bujar. Allah më bujar sa u kon. Allah më shumë bujari se sa ka tregu, domethënë derisa ti domethënë ja tregu bujar. Mo nuk mundesh me menu, nëse një Allahun mirë, edhe ki husna, akiden më të mirën, apo? Nuk mundesh me menu që ti mundesh më kon bujari që bujarin tonë nuk e pëson Allah me më shumë bujari. Domethënë kjo është mendim i keq për Allahun. Mund ti tregosh bujar, Allah një herë më shumë se sa domethënë tregu domethënë më përpara, fesenu yasiruhu lil yusra, këtij bujarit që ka akiden e mirë, na kena më aljetu gjithçka.
Nëse Allahu thotë tu kena më letu gjithçka. Një davetxhia do të më shtin në hesab që ja leton edhe davetin. Një davetxhia do të më shtin në hesab që ja leton edhe afrimin e zemrave, na serinë kena pa afrimin e zemrave. Domethënë me bujari ti domethënë arrin një qëllim shumë të madh që ndoshta s'kishe mujt me arrit me shpjegimin më të mirë në dunjë. Ndoshta s'kishe mujt me arrit me ku më di çfarë projekte, ku më di çfarë aktivitete, ku më di çfarë gjeste edhe praktika. Me bujari, me lenë Allah subhanahu wa taala to i zgjbot domethënë shumë e lehtë. Në veçantë tema që kjo është na tu fol tash, bujaria për mi afru zemrat, kur vën në literaturën e shariatit, vën në veçantë duke vë theksin tek njerëzit me ndikim. Duke vë theksin tek njerëzit me ndikim. Domethënë, për shembull udhëheqësit, ose njerëzit fisnik, ose oligarkut, ose njerëzit që kanë ndikim edhe reputacion me një shoqëni, ose për shembull një krye familjar. Domethënë me fitua ti zemrën, është shumë arritje e madhe se ja ke fituar shumë njerëzve pastaj. Ose për shembull njerëzve me ndikim, qoftë njerëz të dijes, qoftë njerëz të lëvizjes e kështu me radhë. Ose për shembull njerëz me histori, kanë kontribuar ata me një periudhë caktuar të kombit e kështu me radhë, e pastaj ti i ki në fokus me afru nëpërmjet dhuratave, me afru nëpërmjet bujarisë, sepse domethënë atë me afru është domethënë arritja domethënë e madhe, sikurse njerëzit me nam, domethënë njerëzit që kanë një periudhë të dalluar, për shembull ti shkon me bot davet me një fshat, është mirë domethënë njerëzit që janë me nam ose njerëzit me ndikim ose njerëzit me histori të mirë, që ata me maksimumi me bëjnë boka veti, ose me një qytet, ose me një subjekt, ose me një grup shoqëror, ose me një klasë shoqërore, apo kjo menhexhi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ibn Ishaqi e përmend që i ka numëruar 12 prej burrave që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka dhënë ka 100 deve dhurat. 12 burrave që ju ka dhënë ka 100 deve dhurat vetëm i afru zemrën, sepse janë kon elitat e popullit. Janë kon elitat e popullit. Ndërkaq Ibn Hishami e përmend domethënë që janë kon 29 që nuk dihet saktë janë kon 150, 30, apo veç u kon shifër e madhe e deveve që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhurat. Tu ka ndodhur këtë për pak ditë. Është e qartë? Domethënë imagjino se 12 vet kanë 100 shifër e madhe. Nuk e ka shpërndar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 1200 deve krejt shoqënisë. Me pas menu me mentalitet për shembull të dhëmshurisë, i shkon mirë shpërndar keve, po me mentalitet liderit, u kon më dobishme me Allahun çto 1200, domethënë 12 vete se u varr shumë shka tutje në përcaktimin e popullit, përcaktimin e miletit, përcaktimin e shoqënive, përcaktimin e fisëve arabe mbas aty në 12 vete. Po edhe çta 29, që nuk dihet a ka mbërrë dhurata deri në 100 deve, domethënë edhe këto janë domethënë shumë të rëndësishëm. Po duhet të përmenda një mesele, pastaj inshallah me disa pika që i kombinoj me trajtu. Domethënë kur thobi bujari, jo domosdoshmërisht duhet me menu vesh shifrat moja. Jo domosdoshmërisht duhet me menu vesh financa. Jo domosdoshmërisht duhet me menu vetëm domethënë që i dedikohet kjo njerëzve të pasur. Bujaria është shumë e anshme. Bujaria është domethënë shumë e anshme. Për shembull, është dikon duhet me pasuni. Apo dikujt i blen diçka, dikujt ja kryen një punë, apo ose dikujt për shembull ja bën një dhuratë veçantë. Edhe mos momenti pastaj ndodh efekti që afrohen zemrat, edhe pastaj ti e shtron udhën për shumë bota vet. Ndodh ndonjëherë për shembull, që kjo dhurata, për shembull ti të afërm, për shembull fjala bie një miq, apo ose ku diunë. Absolutisht domthon se ki derën çel ta njëri mbi bota vet, vetëm nëse e çel një me dhuratë. Pastaj më nis mbi bota vet. Ose për shembull te një shok i gjeneratës. Domthon e ka problema me të pranuar ty për mi fol. Po ndodh për shembull se ki harru në situatë caktuar që zakonisht njerëzit nuk i shkon menja që aty do të më bëni një dhuratë, ti domthon e çel derën e davetit nëpërmjet domthon dhuratës. Ose për shembull, ndoshta nesër ti s'ki pasuni, po ki si njëri je njëri me ndikim në qytet. Mundesh me shfrytzuar pozitën tonë dhe reputacionin tonë për me ndërmjetësuar për dikën. Kjo është bujari. Apo ose mundet me një farforme e shfrytëzon ti çat mundsi, ki mund të më shfrytëzuar për veti, për evladin tanë kështu më radh. E ki rujt për një shok, për një dashje kështu më radh, edhe ja ki fitu zemrën. Ose dikon tjetër për shembull mundesh me afirmim. Nuk mundesh ndoshta me afruar nëpërmjet të hollave, po afron nëpërmjet afirmimit, e livdon. Për shembull nëse vjen një davidxhi i ri, edhe ti nuk ke ndoshta mundësimi i qëndru në format e kësaj natyre afër, po ja çel duke afirmuar, duke e propozuar ndonjë ambient për me bë davet, ndonjë hapësirë kështu më radh. Dikon me afirmim, ose dikon tjetër për shembull ndodh me vëmendje. Për shembull ti mundesh nëse më ka njëri shumë i çmuar në shoqëni. Edhe veç kur jep një djalë i tij vëmendje, ja jep kohën. Thotë kom një diskutim, s'ka me kërkan me bë veç me ty. Apo kjo që jep vëmendje, edhe kjo është bujari. Se e ki doni gjysë ore, e ki doni orë kështu më radh. Dikon tjetër mundet më kanë për shembull me kohë. Apo thjesht domethënë me do kohën, me ka përsyni gjysë ditë me dikan, me tregu që domethënë unë ty çmoj edhe të kom konsiderate kështu më radh. Dikon tjetër është me këshilla nga përvoja,
të ka mësuar Allahu shumë provojë që ka përshtyt jetës, edhe nuk do milion njerëzit mu djegën me eksperimentu me senet kota, edhe jap dikujt domethënë diçka, edhe kjo është domethënë në formë prej formave, domethënë të bujarisë, kështu që po domethënë si ide që secili mundet me pas një hise. Secili mundet domethënë me pas një hise edhe për me ndiku. Aq më tepër kisha pas çfarë analizoj një fakt. Që këtë pjesën e dhuratës, që këtë pjesën e afrimit me dhurata dhe me të holla, sidomos është mirë me pasën në raport me njerëzit modest. Sidomos në raport me njerëzit modest dhe njerëzit që janë mirënjohës, sepse është shumë e frytshme. Një shoh është mirënjohës, ndoshta një dhuratë shumë simbolike vogël është, ama nuk ta harron. Edhe pastaj ti piç aty e ki atë kodin për mi bën tarmën davet inshallah. Piç aty e ki kodin tarmën për me mujt me këshillu, piç aty e ki kodin tarmën për me napi në mëkatit e kështu me radhë. E shënon Imam Buhariu për Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Law du'itu ila dhira'in aw kura'in la ajabt." Thotë wala uhdiya ilayya dhira'un aw kura'un la qabilt. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më thirr thotë dikush në gosti, edhe ka bëhe dhira, para krahu i dashit, apo është pjesa më e dashur që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë më thirr në para krah. Mirë po thotë edhe më thirr në kërc, që ka pjesa e fundit komut që e kanë gjujt njerëz. Thotë për të dy aty kisha përgjigj njerëzve. Edhe ky shumë thirr për darkën më të mirë, edhe ky shumë thirr për darkën më të thjeshtë, ju kisha përgjigj, thotë nëse më kishte dhënë dikush dhurat, edhe atë kisha pranuar. Domthon ky është njëri modest, që di me çmu çdo lloj dhurate. E tash ka shoqënia, megjithëse domethënë mundën njerëz me pas mendje mallësi, megjithatë ka njerëz çdo fshat, çdo lagje, çdo qytet i ka njerëzit, domethënë mirënjohës edhe domethënë modest. Çeta dush mi pas target. Çeta dush mi pas domethënë në target, mi afru nëpërmjet domethënë dhuratave. Shepi Mbasi kur komenton këtë hadith domethënë shpjegon se esenca ka të bëjë me modestinë. Me modestinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shënoi Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është hasan për Abu Hurairës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë tahadu fa inna al-hadiyata tudhhibu waghar as-sadr. Thotë jepni një tjetrit dhurata, thotë sepse dhurata e hek të keqën që e keni mrena. Domthon i ka hedhur kujt një keq në raport me ty për shembull. E ka një urrëti, e ka një natë, e ka një mëri e kështu me radhë. Domthon smunët, domethënë me të pranuar ashtu çështje. Domthon mundësia me ndryshuar situatën nëpërmjet këshillave është shumë minimale. Mundësia me ndryshuar nëpërmjet diskutimit është aloma minimale. Me ndryshuar situatën ndoshta me polemika, aloma hiç nuk pranohet. Shumë thotë pamë se jep hedhje se e hek të keqën për mëna. E hek të keqën, domethënë prej mëna. Për arsye për shembull, mundet me ndodh shembull një zonë e caktuar, një fshat, një provincë kështu me radhë. Për shembull me pas njerëzit urrëti të madh ndaj pasuesve të sunetit. Me pas urrëti të madh ndaj pasuesve të sunetit. Mirë, po në çat vend mund të kon 2-3 figura shumë vendimtare. Domethënë nëse ata nuk kanë çasi urrëti ndaj pasuesve të sunetit, ndryshon koha shumë situata. Duhet 2-3 vllazni për shembull mu përkushtu, më ofru zemrat që në 2-3 vende. Se s'mundet fjala bie një hoxh me shku mi bë aty në ner, edhe më uzbu zemrat. S'mund ndoshta i talebja shos i sotëm që ka më bë hoxh në çato zona për shembull, ai më kry këtë punë. Ti e ban gati terrenin. Që kjo përgatitja e terrenit, 2-3 veta, i rrin hazër 2-3 veta, kur vend tutje inshallah në davetxhia veç e gjen derën qel. E gjen se kështu ka ndodhur me ansarat, kështu ka ndodhur edhe me muhaxhirët. Domethënë dikush e ka bë gati terrenin, pastaj vetë ka dhëzë dhe është islami deri te trojet e tona. Kështu që pjesë e menhexhit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pjesë domethënë e davetit Resulullah sallallahu alajhi wasallam është me çel udh edhe nëse nuk je ti ai që e përshkon udhën. Me çel udh edhe nëse ti nuk je ai domethënë shtegtari. Udhën ka me çut tjetër kush. Udhën ka me bë dikush tjetër. Edhe ndoshta atë ajkën edhe atë frytin më të madh udhës dikush tjetër ka me vjel. Ama ti dush me çel udhën. Nëse ki lillah, nëse ki për Allahun, nuk mot a përshkon ti udhën apo jo. E shënon Imam Muslimi pe Thaubanit, thot afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyali. Dinarin që mas shumë ti ka vlerë. E që e probin është dinari që e jep për evlat e vet, për familjen e vet. Dinari i shpenzuar më i vlefshëm është që shka jep për ata të cilët i kanë në kujdestari e para. Thot wa dinaru yunfiquhu ar-rajulu ala dabati fi sabilillah. Dinari i dytë që është më i miri, mas shpenzimeve për familjen, thotë është dinari që jepet për me bë gati kafshën në rrugt të Allahut, për në luftë. Apo? E dyta thot wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Edhe treta më një herë mas yarhamukallah. Dinari më i miri ke për familjen, i dyti ke për vetveten kur e bën gati për ti më kon nudhe, edhe treta thot dinari më i mirë është kur i bën gati shokët e tu në rrugt të Allahut. Kur i bën gati shokët e tu në rrugt të Allahut. Domthon më një herë vën e treta, më ia çel udhën çdo kujt. Më ia çel udhën
domethënë që tërkujt. E rëndësishme në vëllezër kur jepsh për davet. Ne do folëm e dhanë janë projekt si davet. E kam përmendur më shumë se sa një herë. Njerëzit që japin me motive bamirësie, me motive dhëmshuri janë të shumtë. Janë edhe njerëzit që nuk falen, janë edhe njerëzit që s'kan ambicie dhe kauz për fenë Allahut. Ata kanë çetër ders. Nuk jam të folur për ata. Unë jam të folur për musliman që e dinë që nëse çta musliman nuk e përkrojnë davetin financiarisht, çta musliman nuk e uçelin njerëzve zemrat nëpërmjet kontributeve kështu. Domthonë nuk janë të zaventsuar këta. Nuk ka kush i zaventson. Apo këta musliman do të më ditë një sen. Ti kur e jep, do të më menu ti pse e jep. Edhe domethënë shumë ka rëndësi ai që kupton dhënien tonë, ai që kupton bujarinë tonë. Gjëra që këtë hadith e shënoi Muslimi pe Enesi thot: "Ma suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam shay'an illa a'ta." Thot kur ka ardhur dikush edhe i ka lyp pe Amesës. Edhe çështja e lypjes ka pas të bëjë me Islamin. Thot s'ka pas herë që është pyet, është lyp, domethënë ka pas kërkesë për ndihmë financiare. Edhe ka pas të bëjë me Islamin vetë se ka dhënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vetë se e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur kon kauza për Islam, Rasulullah se ka mot. E ka dhënë domethënë me të madhe. Thot: "Fa ja'a rajulun fa a'tahu ghanaman bayna jabalayn." Tha ardhi njëri edhe i dha dele çat sa ka mujt mu mush lugina mes dy kodrave. Apo për shembull, çush janë luginat mes dy kodra, sa ka mujt mu kanë. Me mush, domethënë ti kit me dele. Edhe thot: "Fa raja'a ila qaumi fa qal." Edhe kur e pa këtë bujarit për Amen sosën, u kthye te populli vetë dhe tha: "Ya qaumi aslimu." O popullim hinin Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqa. Se Muhamedi po jep ka një dhanme e një njeri që nuk tutet pi varfnis. Ka shumë njerëz domethënë e stër zmadhojnë frikën pi varfnis. Kur e shet që kjo fe ta ban zemrën e gjon, apo domethënë aparato shumë impresionuese. I kalon përshtypje të jashtëzakonshme. A është e qartë? Mon ti ç'e jep? Ti pse jep? Ti jep më afro Allah, duke afru zemrave drejt duke afru zemra drejt Allahut. Ai ç'e kupton? Dikush e kupton për shembull këtë rast ky e ka kuptuar domethënë që me ardhën domethënë tek një fe që po ta jep ka një siguri. Një fe që po ta jep ka një domethënë qetësi në raport me rrezikin. Që kjo kon domethënë se shumë për atë arabiun, për atë domethënë bedevian. Thotë Enesi radhiyallahu anhu në transmetim thotë: "In kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya." Thotë veshin njerëz edhe pranojshin Islamin, nuk dëshin diçka tjetër veç se dynjan. E pranojshin Islamin, nuk dëshin diçka tjetër veç se dynjan. Thotë: "Fa ma yuslimu hatta yakuna al-islamu habba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha." Thotë nuk shikë gat u baj ki Islami më i dashur se dynjoja dhe shkonta. U baj ki dynjoja më e dashur se sa domethënë dynjoja dhe shkonta. Domthon na mumi me thirrën me çket metodë se e ka praktikuar Pejgamberi ose pa hin filozofina, me thonën çish mumi thin njerëzit nëse si ka të qarta motivet. Nëse si ka motivet e ubudies, nuk i ka qarta motivet e fetarisë kështu. Jo, ja nezim son ato. Ai në gjendjen ku ai nuk mundet mi kuptuar çato domethënë e thellë. Me po duhet me mu qel udha, në shumë të në rasteve, qelet domethënë me gjeste, me praktika, qelet me domethënë simbolika thjeshta, po që për njerëzit domethënë mundë më kanë shumë domethënëse. Sa mundet me bën ndryshim të madh që kjo? E shënojmë Muslimi prej Ibn Shihabit që thotë kështu. Thotë ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat al-fath Makkah, thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'ahu min al-muslimin. Faqtatalu bi Hunain. Thotë shkoi Pejgamberi sa në ekspedicionin për çlimin e Mekës, pastaj doli thotë me muslimanët për betejën e Hunenit. Fa nasara Allahu dinahu wal muslimin. Dha Allahu e ngadhneu fenë e tij dhe muslimanët. Ju dha triumf. Wa a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idhin Safwan ibn Umayya 100 min an-na'am. Thotë Safwan ibn Umayya Pejgamberi sa ditë ja dha 100 deve. Safanit. Thumma 100. Pastaj prap ja dha 100, prap tha ja dha 100. 12 kanë me kanë 100. Këty 300 ja kanë. Safani u kon, domthon njëri me pozitë në tek domthon Qurayshët edhe tek arabët e kështu me radhë. Pastaj thot Qali ibn Shihab, hadathani Sa'id ibn Musayyib an Safwan qal. Gjoni Safani u kon armik i Islamit. Dhe më pa herët u kon armik i Islamit. Thot Ibn Shihab thot ka thon Sa'id ibn Musayyib se është thon, ka domthon shkputje, me po domthonën për sjellët. Ka thon wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma a'tani wa innahu la abghadu an-nas ilay. Thot më ka dhënë shumë Rasulullah. Kur më jepke, s'ka pas njeri më të rryer te kon se sa Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka pas njeri më të rryer te kon se sa Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot fa ma bariha yu'tini hatta innahu la habbu an-nas ilay. Thot dhe kur e kryti me 300, thot u bën njeri më i dashur për mua. U bën njeri më i dashur domethënën për mua. Domethënën shpesh na ndërlëzor nuk i kapmi ngjarjet, nuk i kapmi personalitetet, nuk i kapmi historitë e Islamit,
në esencën e tyre. Shpesh shkomi edhe e vënë fokusin tek një fragment, por nuk e kapmi një esencë. Për këtë unë besoj që për shembull shumë vllaznive ju ka ikën fakti pse Abu Bekri kon çash me vlerë. Shumë vllaznive, shembull e menojnë atë pjesën e zemrës së shpirtënorës, së teskjes, e menojnë atë pjesën e përshpeshmërisë, së zemrës butë, ama shumë pak ndoshta e menojnë që arsyeja kryesore, pse u kon Abu Bekri, edhe e ka pas çat e përsin umet që kur s'u afrohet, u konën fakti që ai këtë pasurinë e vet e ka orientuar për kauzën e Islamit. A është i qartë? Në pasuria e Abu Bekrit u konën kushtimisht thon thesari i shtetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mon Rasulullah sallallahu alajhi wasallam e ka pas dorën e lirë, domethënë thesarin domethënë e këtij njeri të madh, sigurisht domethënë mund me gjetë qartë azim në një hadith. Shënoi Imam Buhariu Muslimi për Usaid al-Khudri thotë, ne ka marrë një hutbë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë: "Inna Allaha khayyara 'abdan bayna ad-dunya wa bayna ma 'inda." Thotë Allahu një robit vet ja ka dhënë mundsinë, apo do më në dunjë, apo do më ardhën tek të mirat e tij, tek të mirat e Allahut. Fa ikhtara dhalika al-'abdu ma 'inda Allah. Edhe ky robi e zgjedhi shkon tek Allahu. Qala fa baka Abu Bakr. Tha kuraniti, tha Abu Bakr nisi me kajt. Fa ajibna li bukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khuyr. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar. Tha u çuditëm çish po kanë, po na tregohet që një rob ka pas drejt me zgjedh apo do më në dunjë me shku te Allahu. Tha po na siksh me ditë që ai që ishte me zgjedh ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha wa kana Abu Bakr a'lamana. Abu Bakr kon më ditë më jon, e ka ditë se këto për qëllim vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبا بكر. Njeri ma dost, ma pa teklif në shoqërinë e tij, edhe në pasuninë e tij për mua kon Abu Bekri. Ama ku të kallzu çket mohabet? Nuk u të kallzu Mekke. U të kallzu para dekës. Mi kallzu që këtë çka ngjarjet Islamit që e pat, apo një njeri ka nejt mas me një formë. Von kjo formë për formave çysh pa më se ka dash me shtin Abu Bekrin në histori me çka detaj. Domethënë Abu Bekri kon çka njeri mas se i ka nejt, domethënë nëpërmjet financave dhe nëpërmjet kontributit domethënë davetit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thonë walau kuntu mutakhidan khalilan ghayra rabbi latakhadhtu Abu Bekrin khalila. Thot me pas marr dikan khalil, krah zotit tem, e kisha marrën Abu Bekrin. Walakin ukhuwatu al-islami wa mawaddatuhu. Mir po let mesë vllaznillaku i Islamit dhe dashnia e Islamit. Thot la yabqayan fi al-masjid babun illa sudda ila babu Abu Bekr. Çdo derë shkosh në një xhami, pika shtëpiat e që kanë për rreth xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë këtë dyrë do të më mshër, përveç derës së Abu Bekrit. S'ka çka ka mundësia Rasullullah më kthy me të mirë. Apo? Domethënë Rasullullah po shkon tek Zoti vet, po e përfundon domethënë misionin, po e lësi mesazh, çka derë ka më nejt qel. Pse ka më nejt këtë derë qel? Se çka u konë njëri që i kanë nejtën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam domethënë në aspektin domethënë financiar. Madje që po thamë në si kena kapën në esencë personalitetet të ngjarjet. Uthmani radhiyallahu anhu, është një mbi 10 përgëzuar me xhenet. Kërejt rastet që ka dhënë Uthmani, këtë janë për kauz, nuk u kanë që ka dhënë për domethënë për koncept dëmshurie. Këtë u kanë çysh me fakturizu komunitetin, çysh u kanë me faktorizue ushtrinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çysh u kanë për shembull me nxjerrën e përsi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para hebrejve, para munafikëve. Domthon krejt dhënat që ka pasur Uthmani radhiyallahu anhu domethënë janë kanë për domethënë kauz. Kështu që domethënë dykon në diçka dosh me pas që orienton për interes davetit. Domethënë ki financa i orienton financat. Ki për shembull ku diunë po e thjeshtësoj, apo në shërbim transporti nëse mundesh me e bë, bane me idenë që domethënë të bë për davet. Fjala bie sheni plak edhe mundesh me marr me çu deri në xhami, edhe thu pe baj që inshallah se e di se ky urrën për shembull pasu se sunetit ose komendim keq ose para gjykon, me gjithë tim ti ndreqet mendimi. Apo ose për shembull ku diunë dikun një mirësjellje në fëmijësi. E bën jo vetëm me idenë që domethënë i ki fëmijë dhe ki obligim usilmi, po e shton mirësjelljen me idenë që ta qelsh domethënë mundsinë ata me shtue mendimin e mirë për davetin, për musliman, për të udhëzuar tek kështu me radhë. Ose dikun ku diunë, një njerit millon për parësi ose ku di një pagesë kështu me radhë. E sidomos tu kisha pasur me veçuni diçka që ndoshta është e mirë sidomos tek populli jon, e që mund të mu bëhe me pa i dëmtu njerëzit. Mund të mu bëhe lehtësisht pa e bë shumë analizë për shembull e pranon dhuratën ose se pranon dhuratën kështu me radhë. Për shembull ka shumë njerëz kanë krenari edhe nuk e kanë gjendjen e mirëqenies të mirëfillt ose tamam optimale çu çdohet. Edhe për shembull kanë borxhe tek shitoria e lagjës ose ku diun ku. Shpesh mundet me ndodh për shembull ti je simboli i fetarëve në lagjën tonë. Ti je simboli i fetarëve në lagjën tonë. Edhe për shembull ti mundesh një me thonë për shembull mbledh mi çta 5-6 shka janë pak maket që edhe unë pjo loj borxhet.
Apo unë pjaloj borxh. Mund të më kanë borxhe thjesht, mund të më kanë 30 euro, 40, po folim me shifra të vogla. Edhe çka mund të mendoj për shembull. Ti mundesh me porosim të thonën, mos i gazo kush e ka bë. Veç ka thënë që ka një fetar i lagjës. Apo, në një farë forme ja çon ti si mesazh që feja më ka bë mua ç'ti njëri gjon. Ose ku diun, forma të tjera, ose e ke një të afërm tonë, për shembull, që ti e di që mundësia për një davet është minimale. Edhe karakteri ti nuk e pranon ashtu. Po ti e di që për shembull ka rënë një borxh. Edhe njerëzit kur bëjnë një borxh, për shembull, në shumë të rasteve kanë edhe një pjesë të kushtimishton të relativizimit asaj krenarisë që domthonë i duhet kohë derisa domthonë të rimëkëmbet. Edhe për shembull, në çdo moment më u gjind, mundesh me zon vendin e vllavit vet. A është qartë? Në çdo moment, domthonë ti je shumë i larg, vaki i tre brezit tretje. Po gjesti, momenti apo rrethona e tij mund të më thonë që ti e zën vendin e vllavit vet ose ndoshta domthonë mundesh me pas ndoshta dikim më shumë se baba vet. A është e mundur kjo? Kjo është e mundur edhe po e morëm si shembull prapë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se ne kena që këtë esencë me këshir më kthy te Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. Shënoi muslimi pe Abu Hurairës أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأله هل ترك لدينه من قضاء. Thot Abu Huraira thot e sillshin ndonjë njeri të vdekur te pejgamberi ose për mia fal xhenazën edhe për me bogati për me përcjell për ahiret. Tha pyet ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kalon për borxhin e vet doni diçka për me kompenzu. A kalon diçka për borxhin e vet për me kompenzu. Thot fe in huddith anhu taraka wafa'an salla alayh. Thot nëse i thoshin se e kalon filan venin, filan pasunin, diçka e kalon për me laçat borxh, tha ja fal ke xhenazën. Wa illa qala sallu ala sahibikum. Sa për ndryshe nëse s'kishte, thuaj ke falani xhenazën shokit tuaj, vllait tuaj. Që kjo kompromis ose kur s'ka pas mundsi. Kur s'ka pas mundsi. Ka trajtim Iran, Rasulullah mos ta fal xhenazën. Trajtim Iran. Shans unike, domethënë ç'a gjenerat ka jetu me pejgamberin sasa. Tash vazhdon transmetim. Thot falamma fataha Allah alayhi al-futuh qal. Ama kur u çelën tha trojet, kur u forcu shteti, kur u pasuru thesari, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Unë jam më parsor, unë marr më shumë përgjegjësi për muslimanë se ata për vetveten e tyre. Unë më shumë ju dal hakësh, unë më shumë ju dal për problemet që i kanë, unë se ata për vetveten e tyre. Thot faman tuwfiya wa alayhi dayn fa alayhi qada. Thot më bon, thot më kon që dikush ka dekë, edhe s'u ne kalo borxhin, ai borxh më takon mua me la. Ai borxh më takon mua me la. Thot wa man taraka malan fa huwa li warathati. A më kush le pasuni për pasardh, aty sprekmi. E kalon pasunin, e kalon pasardhët vet. A më kalon borxh, si alomin në qaf pasardhëve, po e mormi na. Tash ky është lideri sallallahu alaihi wasallam. Lideri është i gjon. Ti ki mu bë davetxhi, tush me ditë që s'ka davetxhi vetë se duhet me pas cilësitë liderit. Dhe nuk ka lider që i merr zemrat vetë se do të mos zemërgjon. Edhe nëse nuk ka gjithherë, domethënë me mundësitë tua, ndonjëherë me rekomandim, ndonjëherë me propozim, ndonjëherë thjesht me një shenjë, ndonjëherë thjesht me diçka. Më vesh mi kallzu atij se un jam më afër me ty, se ndoshta njerëzit më të shtrenjtë që i kanë jetë, e cilë domethënë klojnë llaç. Këtë që kjo ndonjëherë çto shembull që nuk do të më gjenu më shumë, domethënë pejgamberi ose për aty në arabëve që i kanë dhënë çat shumë, e aty në që i ka dhënë jo ka pranuar dhuratat e shumë, ka dashur me ngrit si kulturë që nuk është daveti thjesht fjalë. Nuk është daveti thjesht domethënë shpjegim. Daveti janë edhe momente. Daveti është edhe me godit momente të caktuara për me mujt me bëhe gjestin më të mirë. E aq më tepër që çdo pravarësisht shumica jeni inshallah hoxhallar të së ardhmës, ju kisha këshilluar domethënë mos me nejt gafilën këtë temë. Mos me nejt gafilën këtë temë. Mos me hin davet domethënë si befasi e pashpjegueshme. Davet dush me hi kadar. Dhe një pjesë e hyrjes nga kadar, davet është duke kriju lidhje, duke afru njerëz afër vetes, duke e studiu terrenin, duke studiu figurat ku kime vepru pravarësisht, duke menu pravarësisht kush është shumë e rëndësishme pas të ndikim taj. Kuj do të mi kushtu kohë, kuj nuk do të mi kushtu kohë e kështu me radhë. Mos mi barazu njerëzit këtë njëjtë, se Rasulullah s'ka vepruar kështu. Su kon Rasulullah sa njëjtë për krejt. U kon i hapur për krejt, po nuk u kon njëjtë për krejt. Por dikun u dash me bë pak më shumë, dikun u dash 300, dikun 100, dikujt më pak, dikujt hiç i ka dhënë, se ka ditë se ku është stabiliteti i tij, ku kon stabiliteti i tij, mi po kjo kon me bë gati terrenin. E çeta sahabe pastaj kanë nejtën edhe kanë bë gabull domethënë me dhon jetën para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Domethënë mos marr kurkush me prek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mon e dini domethënë disa sahabe kanë humb jetën të mbrojtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çështu ndodh për një njeri të zemërgjon, apo për njërin të zemërgosht kurkush nuk bën kështu. Për njërin të zemërgosht kurkush nuk bën kështu. Elos Allahu azza wajal me na bë bujar shembullor edhe këtë me vë në shërbim dhe funksion të
daveti dhe thirrjes së njerëzve tek Allahu subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.